Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në një vlog të themi tjetër, pasi sot kam vendosur të bëj një vlog për këtë ditë, ose nuk e di varet sa do ta zjas, sepse sot do shkojmë tek ditëlindja e shoqes dhe un kam dalë në fakt me Zoin, pasi do shkoj si fillim këtu tek Zyrat, dua të regjistrojmë për provimin e domethënë historisë së Gjermanisë, se më duhet, nëse dua të aplikoj për letrat e tjera si të përhershme apo edhe për pasaportën. I kemi marrë shoqes një tufë me lule, që kur ta takojmë t'ja japim surprizë. Nuk ju mora dot në fillim mëngjes sepse Zoi nuk ka fjetur gjumë edhe nuk më la mezi më la të bëhesha gati. Tani jemi duke shkuar te Zyrat këtu që janë këtu afër. Kështu njerëz, kemi një kohë shumë të mirë. Këtu do futemi goca. Si që shikoni, goca nuk jam lyer fare sot, pasi kur bëjmë gati mbas dite, se do festojmë ditëlindjen, do shkojmë në një lokal, që do i kemi vetëm për vete, do ndezim dhe qik muzikën edhe do lujem mbas dite, nuk u lyva tani, për arsye sepse nuk doja që të prishesha, ose ta bëj edhe njëherë make-upin, kështu që edhe plus po nxitoja pak tani në mëngjes, se kemi një 2 punë të vogla. Do shkojmë do blejmë edhe një çantë ditëlindje, sepse nuk e kam marrë çantën që do fus çantën, se unë i kam bler një çantë shoqes për ditëlindje. Nuk ua kam treguar, do ua tregoj kur të jem në shtëpi, do ikim do pim dhe një kafe një herë, edhe kështu, do ju marrë sot, do me thënë gjithë dite me vete. Erdhëm te gati. A mbaruan punë? Jo. Sa i natë që më vjen. Atëherë, ne nuk gjetëm asnjëri aty, se marrveshje kanë orarin sot 9:01 edhe mos tjetë asnjë në Zyrë, asnjë nga ata, nuk e di domethënë. Shikoni ç'a bëhet. Mos u qajni, jo, mos qajmi kot me Shqipërinë. Ka edhe më keq ndonjëherë. Që gjas me këta janë të përpikt. Përpikshmëria këtyre, o Zoti i Madh. Do vi ditë tjetër, se sot mbas dite nuk mundem. Do rriun deri në orën 2 këtej, se hapej në orën 2. Tani ikim te kafja. Ulemi një qik atje dhe inshallah po fle dhe pak Zoi se s'ka fjetur. Dhe të shofim tani. Të shohim goca. Goca, ne tani jemi ullur në kafe. Të dalë shiktive. Goca e ditëlindjes. Nuk del kollaj kjo shoqja ime. Kiqe, fshi. Hej, goca. Erdhëm në shtëpi. Edhe ora tani është 2. Sepse sepse doja t'ju thoja pak më me qetësi se ç'a bëm sot, pasi e nisa pak si me shpejt, si me vrull. Duke ju treguar, por doja t'ju merja me vete për këtë arsye. Edhe u detyrova që ta nis vlogun e sotëm, se ky vlogu do postohet veç. Nuk do quhet vlogu javor ky, edhe u zgjuam në mëngjes me Zoin, edhe do takoheshim me shoqen, sepse sot ka shoqja ime ditëlindjen, edhe kush e ka parë kam edhe foto në Instagram, edhe do dilnim pak më herët, pim kafe, unë si që thash do shkoja për të regjistruar për të bërë provimin, Leben in Deutschland quhet këtu, historisë Gjermanisë, pasi kjo duhet, është me detyrim kur ti aplikon për pasaporto apo edhe për leje të përhershme. Edhe më duhej që ta bëja, do me thënë regjistrimin, por nuk ishte njëri në ato orar që vajta unë, kontrollova tek të gjitha Zyrat, nuk ishin, edhe pse aty kanë të shkujtur nga ora 9 deri në orën 1, ata nuk ishin, dhe ishte ora 10 kur shkova unë. Nuk e di tani, do shikoj ditën të tjera kur i kanë ata, do ndaloj aty dhe do shkoj, sepse duhet ta bëj me SSB-n, e kam shtyrë shumë këtë provimin, edhe të paktën ta di të regjistrohem, sepse nuk kam motivim fare për të mësuar, por kur e di që e kam këtë datë, për shembull, do më motivoj ajo që ta mësoj, se ajo, ky provimi në fakt për ata e dim besoj ata që janë në Gjermani, është si provimi i patentës, që janë
300 pyetje, do me thënë duhet të zgjedhësh nga ato 300 pyetje kush është e sakta, edhe nuk e di se sa pyetje duhet të jenë sakta nga këto që ta marrësh provimin, por thonë që është provim i thjesht, nuk e di tani. Edhe me thënë drejtën unë nuk është se kam mësuar shumë, është dhe një aplikacion për të mësuar këta. Prandaj doja të regjistrohesha sepse dua që kjo gjë të më motivoj që unë ta mësoj. Edhe nuk ishin, nejse. Pastaj shkuam pim kafe me shoqen, u takuam dhe me dy gocat, me dy shoqet e tjera, erdhi dhe njëra për kafe, nejse. Mbaruam aty, pastaj shkova pak në qendër isha, por shkova pak në qendrën tregtare, edhe si gjithmonë, më duket se më qenë ka bërë prapë ujë, apo jo. Edhe si gjithmonë nuk mund të rish pa kishin ardhur 2 zarfe, duhet të kontrolloj këto, pa bler në diçka. Kam bler këta tek Diemi, kjo është për të pastruar banjon, unë e doja një kështu, sepse ato furçat janë ca furça, ca gjëra, ku di unë nuk më duken shumë praktike. Më praktike më duken këto kështu që e kap edhe e fërkon vet. Edhe është kastile për banjon kjo. Unë e fërkoja me më thoni që s'jam e vetmja, merja një nga ato të enëve, normalisht pastër, të re, edhe e pastroja. Por, kur kontrollova tek Diemi, kishte kastile për banjo dhe thash, okay, po e marr që të pastroj ato. Tjetër gjë, prit se pas kam dhe ujin këtu, mora një ujë për Zojin, unë Zojt i përdor nga ky ujë, që është zero, çdo gjë është zero, do me thënë nga këto këtu, e keni parasysh? Që janë këto këtu? Është mirë për beba, do me thënë. Prisni se është bërë qikë rëmuj këtu. Ktheva dhe tek aksioni mora një nga ato që mbështjell dhuratat, sepse do mbështjell çantën e shoqes që i kam bler për ditëlindje. Nuk e kam këtu për momentin, e kam nga dhoma tjetër, por nuk shkoj dot pasi Zoj është në gjumë dhe do ua tregoj pastaj kur ta mbështjellim, kur ta paketojmë me saktë. Dhe mora dhe këto mentet tek Diemi. Si mente, si që në qakiza, tek dëmaja, jo tek Diemi, tek aksioni, më falni këta dhe ata që paketon. Tek dëmaja mora si këto për Zojin, sepse duat që t'i bëja kullore vetë në shtëpi, nuk duat që t'i blej kështu, duat që t'ja bëj vetë në kos grek, edhe me fruta, ka edhe fruta të ngrira të frigoriferit, por dhe ato nuk duat t'i marr, me thënë drejtë, nuk e di të shohim. Dua që t'ja bëj vetë në shtëpi me fruta, me kos, edhe janë ngri. Mora 2 njerë, shikojmë. Zoj ka shqet kosin grek, kështu që do ja bëj. Unë ja bëj asaj si kos me fruta, por tani do ja fus këtu në ngrire, do ja bëj. Oh, u vishka kollaj kjo. Edhe pastaj hiqet kjo dhe ngel aty pjesa e asaj. Nejse, mora këto të dyja, Zojit. Tjetër që mora. Shikoni juve kam bler 2 çokolata për harrum t'i hap. Nga këto kot thash t'i provoja njëherë se si do jetë, se kam parë që i përdorin këto kur je për shembull që nuk do të konsumosh të ëmbël apo të hash diçka. Unë do ta ha tani këtë si snack, meqense këto nuk të shëndoshin, duket. Edhe se nuk dua të ha pasi kur shkojmë te ditëlindja e shoqes, ajo do bëj në lokal, edhe do ta kemi vetëm për vete. Edhe do bëj diçka të vogël atje, kështu që do kemi për të ngrënë, edhe prandaj sot unë nuk kam ngrënë. Por thash, ta kaloj pak se sikur po më merr uria, po jo dhe shumë, mendosh, sikur nuk e di të shoh, ndoshta edhe pi pak dhall, pak kefir, të shoh një herë. Tjetër, i mora Zojit, i bleva Zojit një kështu nga ky i hipit për diellin, kundra diellit, për fytyrën, pasi tani që ka filluar që del dielli, edhe nuk dua që ta mbroj, Zoji mund të përdori tani, se është mbi 1 vjeç, kështu që kjo përdoret, e mora nga kjo, pa parfum, thot. Au generously gestet. Nejse, do provoj t'ja luj pak. Zoji është vetë kështu ka ngjyrën e lëkurës është si zeshkane. Mora një nga këto që është për të pastruar sobën, por unë fakt ka marrë për Ilirin, pasi nuk e di kush e ka burrin mekanik këtu, ndonjëherë kur përdorin ato vajrat, ato ku ta diun ç'a përdorin këta, me zi lahen duart, edhe i fërkon me këta. I pata dhënë një nga ato që pastron enët, ose diun ç'a kisha aty. Por thash pa e marr një zezë kështu gri, se ato ma shpifin kur bëhen me ato ngjyrën e shpifur ashtu, dhe edhe dua që mos t'i duket të paktën të ketë këtë. Tjetër që mora, kaq që nga hapuru i Zojit këtu, nejse.
Kaq, këto gjërat mora goca. Dhe dua t'ju tregoj se shoqes, përveç se ne i blem një tuftë të vogël me lule që ja quam surprizë në mëngjes, ja çoj nana e Zoit. Unë do t'i bëj, kam marrë tek Diemi edhe këta që do vendos foto këtu brenda të Zoit me Anën, me shoqen time, dhe duket diçka cute, e lezetshme. Foton e kam këtu, s'po e tregoj se ndoshta edhe ajo nuk do që të ashtu, por do i them që nëse nuk e pëlqen këtë foto, mund t'laj foto tjetër. Këta do ta vendos sa për formë, kur i thon. Edhe kështu që dale ta bëjmë bashkë tani shpejt me qenë se kam kohë. Edhe çantën këta, besoj se është okay. Shpresoj ta pëlqej. Prandaj u vonova çik sot atje tek kjo hapet këtu. U vonova sot tek qendra dhe kur fola me atë më tha, akoma s'ke vajt shtëpi? Jo. Ta di ajo. Sa mirë që qërën ka, shife foton këtu tani fix. Se ka dhe masën. Super, del shumë bukur goca. Është një super ide, sinqerisht. Tishin me zemra këto, por s'ka problem. Edhe rri kështu. Prisni, shkoni? Edhe rri kështu. Shko sa bukur. Ajo ndoshta nuk e pëlqen këtë foton, se është kështu ajo nazelia për fotot, por Zoj ka qenë shumë e vogël këtu dritë tamamit vet. Është shumë e bukur. Dhe vendos edhe këta tek dhurata. Edhe këto ishin gjërat goca. Nuk kemi marrë gjë tjetër, jo. Tani, unë duhet sistemoj që këtu, duhet filloj përgatis pak, do t'i bëj Lirit për të ngrënë se ai vjen na puna edhe do t'i la për të ngrënë se ne nga ora 6:30 fillon, do me thënë që të shkojmë të festojmë ditëlindjen, do jo marrë me vete dhe do vishemi së bashku, ndërkohë kur të bëhem gati, edhe kështu goca. Ndoshta atje te ditëlindja mbas edhe nuk filmoj shumë, sepse dua që të shijojmë ato momentet e bukura, e keni parasysh që kur lidhesh me shoqërinë. Ndoshta filmoj pak thjesht vendin, se nuk është se do ta zbukurojmë, se tani kemi një moshë që s'na pëlqejnë shumë zbukurimet, thjesht mund ka pak fragmente. Edhe kështu. Tani, sistemojmë rrumujat këtu shpejt sa kemi Zojën në gjumë. Japi një fshes këtu, pastaj kur të paketojmë komplet dhuratat, do ju marr edhe kur të bëhemi gati, flokët i kam gati, kështu do t'i mbaj, nuk është se çfarë do t'i bëj, vetëm ndoshta po i kapa se ndoshta atje do kërcejnë pak edhe ose edhe i kap edhe atje. Të shoh një herë, por për momentin kështu dua t'i mbaj, por nuk e di çfarë do vesh. Ky është problemi numër 1, të shohim çfarë do veshim. Po nuk është se do veshim në një gjë kush e di se kur je me fëmijë, e dini që duhet të rish aty mas fëmijës, jo, ajo duhet t'i bëj në një gjë për të ngrënë që t'ja marrë dhe Zojit me vete. Është që kështu. Duhet të ruash, po do rish mas asaj më shumë, se do ketë nevojë. Kaq, po e mbyll tani se u bë 10 minuta e pak duke folur kështu. Do shifemi pastaj. Hey goca, Zoji është zgjuar, 1 orë gjumë ka bërë, s'ka bërë, edhe unë nuk e paketoj dot këtë që ta bëj duke ua treguar dhe juve paketimin, sepse kam Zojën zgjuar dhe e di që ajo do vi afër meje, edhe unë nuk është se nxjerr në kamerat e por, doja t'ua tregoja dhuratën, e kam futur këtu te kjo qeska, doja t'ua tregoja, përpara se ta paketoj, se është ora 4 pa një çerek edhe duhet të filloj të bëhem, do me thënë të gjej gjërat të paktën që do veshim, se akoma nuk i kemi gjetur. Kjo është, unë i kam bler një çantë shoqes time, është kjo, me këtë ngjyrë që ka dalë në modë, por mendoj se kjo është një ngjyrë shumë e bukur, nuk është se i ikën moda, besoj. Zoj, jo ti dorën mama. Edhe është kështu. Brenda ka këto qeset që rrije fryrë, është kështu, do me thënë, për këtë kohën tani është super. Që vjen pranvera, vera, kështu që nga që nuk ka
zinxhir, është pa zinxhir. Jo, ka zinxhirin, por ka këto të hapurat, që po them, Romin. Edhe do ta paketoj këta, do I fus edhe atë fotografi që e kam vendosur në atë kornizën që ju tregova dhe do ta paketoj me këtë. Duhet ta paketoj tani shpejt dhe të filloj të gjej robet. Qa robash do vesh? Qa do vesh unë, qa do vesh I Zoi. Ndërkohë Zoit jam duke bërë edhe një supë që mendoj t'ja ja përpara se të ikim atje ose do ta marr me vete nëse nuk ha, se normalisht do I marr dhe ndonjë gjë atje se ajo të shikoj është fëmijë dhe hutohet. Tani do paketoj këta. Hej goca, jam këtu te këndi tjetër te dhoma e gjumit sepse do zgjedh qa do vesh. Dhe si që thash do I marr me vete. Atë dhuratën e kam paketu, Zoin e vesha. Dale, atë që vendos një figurë sipër. Këta kam veshur Zoit kështu. Mendoj se është okej. Mirë është Zoi ashtu, qa do veshja ajo? Edhe, unë tani, çfarë do vesh unë? Unë goca po mendoja, prisni pak, po mendoja që të vishja, që të vishja këtë bluzën. Në fakt ka një 2 vjet që e kam bler këtë bluzën dhe kjo është goxha material. Do thoja është marke mirë. Ku po shkon o Zoi? Ua, më çmendi kjo mu. Po mendoja të vishja këta, po çështja është çike hapur këtu poshtë. Do me thënë këtu te gjoksi kjo, nuk e di fare, ose do ta mbërthej me ndonjë gjë. Edhe ta mbërthej me ndonjë gjë këtu. Se di. Këta. Se nuk du të vesh fund fustane se me Zoin vallai është çike vështirë me thënë drejtën. Besoj se më kuptoni. Tani, poshtë, qa do veshim? Me qa mund të shkoj ajo goca? Si thoni juve? Unë po mendoj të vesh një palë të zeza, serioze, se tani që u kujtova kam këtu, goxha të zeza serioze, po se di pse nuk I kam nxjerr. Se po ju thoja goca? Po mendoj të vesh atë, ndoshta do të vesh me këto. Ti provoj një herë dhe kthehem prap, pse tani më lindi kjo ideja. Ti vesh një herë dhe do ju tregoj. Hej goca, mbas 2 orëve. Nuk e di si dukem aty, sepse dua të tregoj pak gjasme si kur jam lyer, se me Zoin për zotin aq jam, nuk e di. Aq shumë jam mërzitur sa nuk e keni iden. Duket sikur jam bërë shumë keq. S'm pëlqen vetja fare, di si jam mos tiki fare. Aq jam acaru, aq jam mërzit sa më duket vetja shumë kot, shumë kot. Po ç'a të bëj që kam shoqen e ngushtë edhe më duhet iki. Se për zotin me aq nerva sa jam tani, nuk e keni iden. Ky është make-up leshi. Kam vesh të bluzën si që thash, pantallonat kam veshur një palë tjera, këto që I kam marrë në TikTok, sepse ato gjërat nuk shkojnë me këte. Ndërsa nga këmbët akoma nuk kam veshur se po pres Ilirin të vi që të shkoj gjej në I palë këpuca, do ja fus fare atleta, me këto nerva që janë dhe I 7 ora ne. Nuk e di tani, kështu. Flokët edhe mund t'i kapë, se atje do jetë çikë atmosfera e nxehtë në kuptimin që ndoshta dhe kërcejmë, edhe do marrë dise me vete që t'i kap, jo me Zoin, jo me këdi unë, edhe mund t'i kap pak flokët. Kam vendos pak si xixa, highlighter që me qenë se është natë, të shkëlqejmë pak. Nuk e di, por që nuk gjeta bluzë tjetër, edhe po mendoja, thash Romilda, ke kaq shumë mundësi do me thënë që bëj bashkëpunime edhe prap marr bluze sportive të thjeshta, aq në atë po më vjen me vete, me këtë më acaru më shumë, sa se keni iden. I marr bluze të thjeshta dhe shiko, kur vjen rasti në një ditëlindje në një gjë, nuk kam qa vesh, që t'jetë çik më serioze. Edhe maj këta. Kjo okej, se kam veshur, po hajt. Prap, s'jam shumë e kënaqur. Gjithsesi se s'jam as në humor të mirë tani. Mërzita keq fare, nejse. Kjo është veshja. Atë I kam paketu aty, I kam futur në një qese s'po I nxjerr. Edhe po pres tani të vi Iliri.
se në orën 6:30 kështu do dalim, se në 6:30 7 pa ca fillon do me thënë ditëlindja. Kam vendosur të këto orën, edhe mundova që qik sytë t'i bëj paka shumë si ngjyra e kësaj bluzës që kam veshur, por që, nejse. Së më pëlqen fare vetja, fare, sidomos nuk e keni iden, do doja një këshill, një diçka nga ju, si ja bëni për pjesën e recipetave, se unë po vdes, do më thënë në kuptimin që nga që normalisht nga gjithënia është rritur, edhe nuk mundem, nuk di qa recipetash të vesh, nuk e di, nuk më bëj, mirë që hajde gjë numër, po të dalin si për më motër, nuk e di qa të bëj, dhe i kam nga këto kështu të thjeshtat, se s'ka në gjë, se janë pak kështu i veshin edhe në, mund t'i tregoj këtu, se kam vendosur këta që ta kap, janë këto kështu si gjysma, e keni parasysh, edhe nuk kam asnjë mundësi tjetër, nuk e di. Jam në hall edhe mërë këtë gjë. Edhe më duke sikur më rri varur. Nuk e di qa kam, aman. Kështu. Ja, vere këtej kështu, prish kjo. Nuk e di, ja, si jam të rezi fare, fare, si jam të rezi, ose ta kap këtej fare. Që mos më dali që i kry gjokë si kështu. Ndaj du ta kap me një gjë, po s'kam as nga ato që janë kështu që kapin, e kam vend këtë kapse. Unë dola, edhe tani jam duke ikur tek lokali.